besoj shumë që këtu nëse punon, ki shumë sukses. Në fshas e keni zonë, domethënë po di me pak më i madh, nuk e keni zonë so ka familje dem. Është një lloj krenarie kur si familje përmendesh prej dikujt në fakt. Çka den ti për ta? Duke bazuar si pasardhës dhe Mahmetit, dashuria e madhe për këtë vend, familjes tonë, na ka shtyr për me investu këto, qysh prej 1 maj 2009. Punimit kanë fillu pak më herët, po në 2009 është bë hapja. Po. Edhe qysh prej atëherë domthonë fillimisht kena fillu veç çit pjesën pak më e vogël, që është domthonë kuzhinë pak më e vogël, nuk u kon kjo hapësirë që është tash. Po me zhvillimin e kohës kena punu kujta shumë. Mirë, na munu edhe besoj që e keni arrit atë rezultat që keni dashur. Po, ç'është. Në 2009-ën Shefki, a ka pas banor ky vend? Ka pas banor më shumë, ka pas banor edhe këtu, edhe të fshatrat të tjerë që pasojnë pas juve. Ka pas shumë banor, po në ato vite u kon as rruga nuk u kon asfaltume, u kon shumë vështirë, veç u kon vullneti shumë i madh edhe për vend ton, se nuk është që kish mund me kon, edhe më pak kon ishte vend me moj që të vend çto. Po pse u braktes fshati? Rruga është rruga, po kon arsimi, po s'ka shkollë. Ka pas një shkollë, po kur që më pak edhe në kon larg. Jena 25 km prej komunës Podujevës. Po, 25 km. Banorët me gjatë kanë dalë në komunën e Podujevës. Po, komunën Podujevës shumë janë. Shumë në komunën Podujevës, kam blet kjo pjesë. Përvele familjes tonë rrethin Podujevës, në Podujevë ka shumë. Po. Ka shumë familjes tonë. A jeni hiç familje e madhe tash që pasardhësit e Dana? Shumë familje e madhe jena. Sa përafërsisht? So, tash a jeni shpërndo apo? Jena shpërndo shumë, se jo, me thonë, një fshat e keni zonë, domethënë po di me pak më i madh, nuk e keni zonë so ka familje dem. Domethënë një fshat ju e bëni vet. Domethënë me vendos ju e bëjnë një fshat vet. Po pa problem. Pa problem. So po është për ty sfiduese një 25 vjeçor, po më nuk po them as pronar as menaxher as që drejtën, po që jeni pjesë e këtij biznesit. So është sfiduese me qëndru ton ditën këtu një vend, ne ishim edhe mrenda në fakt, edhe për juve që jeni kon nuk po dyshoj që nuk keni qenë në këtë vend. So është sfiduese Shefki me udhëheq, një staf, një biznes. Është pak vështirë, po besoj që kur e dën një punë, secila punë e ka të ndaj ato vullnetin e vet, suksesin e vet, kështu të bësh punën me qef, besoj këtë janë të shumë mirë. Veç a dën se figurit nxjerr diçka. Po, ç'është, edhe pse kena fillu me pak punëtor, në fillim, ka shumë pak, tash 20, vera shkrim deri në 30 punëtor. Sezona është super e ngjeshur. Sezona është. Po tash për Ramazan? Edhe për Ramazan është mjaft, edhe kena një menu kaq të mirë, kena menu tradicionale ju veç për shembull veç të moderne këtu, po kena tradicionale që na veçon neve shumë. Çfarë karakterizon më shumë disi restorant? Një ndër po gaçi kena, që janë katunit, me mos katunit, janë përpeçat, flijat, krelon mistri domon që për në komunë Podujevës kanë fillu qëtash pak me bodhe tjerë, po na jena pejt porve. Gjeni pejt porve? Do vdoj keni shumë të veçanta? Po, shumë veçanta që kena... Po gotë që jo veç pej Podujeve, po kena peje, Prishtinë, Prezren, gjithka që kena klient për qëto përme. Kena pos bilet pej Shkupit që na ka nërë Ramazan. Ramazan pej Shkupit e nërë. Veç u kom pak, i kon një 2 vjet në ashta, që u kom pak më e mirë kua, nuk u kon shumë ftëft, edhe jashtë qëto, bilin shta vëllin qëto e di që kena shërby, veç që kam pos shef pej Shkupit e nërë. Qëre, kur e ke kualitetin a i mënutar edhe pej Amerike? Realisht, kena pos edhe vizitor t'jashtë më ne kena me pos mundësi se tash ja jepim mësanej edhe një shëtitje rreth kur ta mbarojmë bisedën, po kjo është busti pikërisht isha duke e po ma herët. Kjo është pikërisht Dan Ahmeti. Kush e ka bo këtë skulptur? Po, këto ka bo Artan Behrami, skulptur. Nuk kena pos foto diçka tina, pikërisht, po në bazë asaj që u po shkru në kongën, në historitë tinaj, që kam shkruajtur Dan Ahmetin, unë nxjerr dhe skulptura. Kjo pik një burr shqiptar. Po. Plisi, Aroma, plisa, edhe janë gjaketa këtu, po. Shefki, nuk po du më të mënu se je edhe me klienta këtu, po du më të pytë. Si 25 vjeqar, pikërisht e fus në emision nga njëherë këtë pjesën që shumë moshatarë tonë e kanë liru vendin. Më përpara po flasë, je rritë edhe pse ty të karo shumë i ri me e hopë këtë restaurant. A të ka shku në herë menja që në Kosovë nuk ja vlenë mu me u bo kur gjo? Me u një nështë pak ma pesimist, tregon më pak që tjesë. Jo, përves, unë shumë, dëmon, besoj shumë që këtu nëse punën, ki shumë sukses. Nëse punon. Nëse punon. Nëse punon. Sa i demelin s'ta pranon kërkush. Realisht. Në kam familjarë dhe jashtë,
kena në Zvicër, në Gjermani, gjithkund kena, po nuk është se kena bos mundësi me shkue, me vizituj, na shkue, po me jetu jo. Kur një, domethënë. Kjo është më e mira.